Të nderuar miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët, takohemi me të pashoq edhe për këtë të mërkur. Do të mbetemi në analizën e aktualitetit politik post zgjedhor. Kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio Luciano Boçin, nënkryetari i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Ke shumë kohë, më shumë se një vit pa ardhur në studion tim, se po shikoja bisedat dhe që ardhur që në shkurt 2024. Po, më ke thirrur një herë për gjatë fushatës zgjedhore. Po, pastaj e mbyllë kështu. Si jemi koordinuar, jo, po si jemi koordinuar. Tani, je i mërzitur për këtë humbjen e madhe? Mërzitur. Pyetje që ka përgjigjen brenda, sepse mërzitia nuk lidhet thjesht me një rezultat që ne nuk e prisnim, lidhet me atë çka ka ndodhur me proceset zgjedhore në Shqipëri, lidhet me votën, sepse vota nuk është thjesht një moment, është një histori zgjedhjesh në Shqipëri, por është edhe ajo çka vjen e ardhmja. Është vota, është thelbi, esenca, themi, edhe e sistemit, edhe e ekzistencës partive politike dhe e garave të tyre. Dhe kur vota asgjësohet, atëherë ajo mërzitja nuk lidhet thjesht me rezultatin, por lidhet edhe me këtë element kryesor demokratik, se nuk bëhet fjalë thjesht që vim këtu, kemi bërë një proces dhe ai proces ka qenë i rregullt, ne jemi të mërzitur se nuk bëm këtë, nuk bëm atë, jemi, domethënë, të ngushtuar në vetvete. Ndërkohë që nuk ka pasur proces. Po pse ju ja faturoni 100% deformimit procesit, ndërhyrjes manipulimeve? Diona, këto shifrat matematikor 100%, 90%, jo, në sensin se njeriu bën kthehet edhe nga vetja ku gabova, bëhet një analizë. Jo, po se perfekt nuk ka. Ka vend për analiza, sigurisht, domethënë perfekt nuk ka, edhe vend për analiza ka gjithmonë, edhe kur fiton bën analizat, edhe kur ke rezultat pa dëshiruar bën analizat, dhe kur performon mirë gjithmonë ka vend për përmirësuar, për të bërë akoma më mirë. Por jemi në një moment vazhdimit të asaj lufte që ne kishim situatën zgjedhore, për atë që thash unë, që thelbi i sistemi, thelbi i zgjedhjeve, thelbi dhe i lëvizjeve, edhe ndryshimeve epokale që bën në një vend është vota, sepse në 46-ën Hoxha nëpërmjet votës e sanksionoi pushtetin e tij me gogle atëherë, që pushkatojnë pas edhe deputetët, dhe në 90-ën që u bë ndryshimi epokal, ishte ndryshim në bazë të lirisë votës. Shqiptarët donin të zgjidhin ata se cilët do t'i drejtonin, se cila parti do ishte në krye të vendit dhe kishte përgjegjësinë e drejtimit të vendit. Pra, gjithçka lidhet me votën. Dhe s'duam, kudo që ta rrotullojmë muhabetin ose bisedën, më saktë, po e thash në mënyrë popullore, qoftë në përqindje 100%, qoftë në tjera, ne jemi në momentin e asgjësimit të votës. Gjithçka tjetër pas kësajt do jetë analizë e një partie e cila është serioze në mënyrën si paraqitet para publikut edhe si paraqitet para vetes vetë. Do ketë analiza shumë. Unë besoj që ju i keni ndjekur analizat e ndryshme post zgjedhore. Tani ka shumë prej shqiptarëve, nuk e dia i ke dëgjuar ti, unë i kam dëgjuar për vete, që thonë opinionistët për shqiptarët i ndajmë. Tani shqiptarë janë dhe opinionistët. Po edhe ato që dëgjojmë në kamera edhe pas kamerave. Po themi shqiptarët, se mund të dëgjosh edhe në lagje, mund të dëgjosh edhe. Ta ndërpreva, sepse e di shumë mirë që janë shqiptarë, por kur themi shqiptarët është qytetari i thjesht, ai që ka votuar. Po pra se analizën e bëjnë edhe qytetarët e thjeshtë, në muhabete me njëri tjetrin. Sepse ta ndërpreva qëllimisht në shoqërinë shqiptare është krijuar një fasho që gëzon atributet e krijimit të opinioneve, të shpërndarjes opinioneve, e cila, më thënë, është shërbyese dhe shërbëtore e paepur e majorancës. Për te asaj fasho e kam unë. Kjo fasho e për te asaj fasho. Prandaj të pyeta, opinionist është kjo fasho që paguhet, për te asaj e kam unë. Është e stimuluar që të mbajë qëndrimin e saj. E kam për te asaj. Ka dhe nga ata që shprehen, citoj, nëse nuk do t'ishte kryetari Sali Berisha, Partia Demokratike do e mposhte Edi Ramën. Ose minimalisht do ishte kokë më kokë në rezultat. Sa përqindje të vërtet ka ky perceptim prej shqiptarësh të zakonshëm? Tashi unë thash, nuk flas me përqindje, nuk është i saktë dhe nuk është i vërtet. Nuk qëndron. Sepse ka një arsye. Nëse do kishim një proces të drejtë, një proces zgjedhor ku vota mos asgjësohesh, ne mund të flisim pastaj për arsye personash që drejtojnë forcat politike që mbartin ato shkakun e një rezultati të këtill.
përderisa s'kemi proces zgjedhor, si mund themi që pat një humbje dhe pat një fitues. Pse sot Rama është fitues dhe ne jemi humbës, janë dy koncepte që ekzistojnë në një terren ku ka garë dhe ka proces zgjedhor. Nëse s'ka proces zgjedhor, atëherë këto zgjedhje janë të ngjashme me zgjedhjet që dikur fitoheshin me 99% votave, kërcesh valle, i këndohesh partisë dhe një moment. Dhe tani ka ndryshuar paksa përqindjet, po jo modalitetet, jo mënyrat e marrjes votës dhe sanksionimit pushtetit. Dhe në këtë rast, atëherë ka në fush vetëm një lojtar që kontrollon gjithçka. Kontrollon procesin, kontrollon KQZ-n, kontrollon institucionet, kontrollon malavitën, kontrollon jetën e çdo shqiptari thjesht që është i punësuar, kontrollon mediat, kontrollon gjithë territorin në shërbim votës, jo territorin shërbim të qeverisjes, dhe ja ku jemi që është ky që ka vendosur se këto rregulla loje që vendosin në një sistem demokratik janë prishur. Nuk ka dy ekipe të barabarta që hynë në garë me programet e tyre, me drejtuesit e tyre, siç e the ti, që kanë vlerat e tyre dhe personale dhe historike, politike dhe aktuale, dhe që mund bëshin një garë në bazë të asaj çka premtoshin, çka kishin realizuar, ato që kanë realizuar, ato që premtojnë, por ndoshta edhe çka kanë realizuar në kaluarën, dhe të ishte qytetari më pas i lirë, i cili të vendoste në bazë të edhe simpative dhe antipative që ju i parashtruat si antipati dhe simpati, dhe përcaktonte se kush ishte fituesi. Nëse do kishte garë, atëherë po mund dilshim tek ajo pyetja juaj, a nuk mendoni se tani s'është e drejtë. A nuk mendoni se jeni bërë pak të, po themi, të bezdisur me të njëjtin refren prej shumë palë zgjedhjesh që vetëm nuk i njihni? Ka një gjë, domethënë, nëse pra zgjedhje pas zgjedhje ju kontestoni. Nëse e vërteta përsëritet, do të thotë që e vërteta është ajo që duhet përsëritet. Po mirë, a janë certifikuar zgjedhjet? Unë përballë faktit që gjithmonë janë certifikuar zgjedhjet, pra. Artikuloj, jo, po flasim për të vërtetën. Nëse unë dua të artikuloj të vërtetën, që është certifikuar. Ajo e vërtet. Nëse është e vërtet, do artikulohet gjithmonë. Edhe nëse është artikuluar një herë dhe përsëritja e vërtetës nuk bën asgjë, vetëm se shëron të keqen. Dhe nëse ne tërhiqemi nga thënia e vërtetës, dhe ju mendoni se po e shëroni? Dhe unë jam bërë bashkëpunëtor. Si po e shëroni? Ne të arrim të shërojmë në opinion në ata njerëz. Po s'ka marrë mandatin e 4, ç'po shëroni ju? Mirë, ai mund shpallet dhe mbret, edhe përsëri, domethënë ne do e themi të vërtetën. Do ketë njerëz që do ta thonë të vërtetën, sepse këtë shoqëri dhe vlerat e kësaj i mban këmbë e vërteta. E vërteta është thënë edhe në ato vite kur ajo ka qenë dhe burgosur tërësisht, siç është edhe tash, apo e varrosur tërësisht, dhe ajo ka gjetur njerëzit e dur që të artikulojnë. Njerëz të thjeshtë që kanë thënë të vërtetat e tyre. Ju po merrni qaf Partinë Demokratike? Jo, s'po marrim qaf Partinë Demokratike, ne po japim vlerën e një partie e cila bën luftrat e saj, son them asnjëherë betejë në fakt, për shkak të vërtetave dhe për shkak të vlerave që ajo i ka si parime themelore që në momentin që është krijuar dhe ka ekzistuar. Sigurisht ka pas diferenca në raport me këto vlera në momentet që ka ushtruar dhe pushtet, por gjithsesi ajo është një parti që ka reflektuar gjithmonë edhe mbi gabimet e të vërtetave që ka thënë dhe thot dhe i mbron. Dhe të themi këto, ta dalim në revizën politik, kështu siç e thua ti. Ta ulim bisedën dhe ta bëjmë. Më thënë, ky që ka gjitha pushtetet, po bën gjithçka, çfarë më jep ti një opinion, atëherë unë që kemi gabuar që them të vërtetën. Dhe është kjo e vërtet që gjithë e kemi në lëkurë, e din gjithë dhe ata që gjojnë, dhe ata që e pëlqenë, dhe ata që nuk e pëlqenë, këtë çka unë artikuloj, sepse ka dhe kundërshtarë vërtetës dhe të fakteve, për shkak të tifozërisë politike, këto janë gjëra që ekzistojnë. Pra, po për të shkuar tek e njëjta e vërtet ka shumë rrugë, ti e di këtë. Ta zbresim, nuk po e themi ne të vërtetë. Ka shumë rrugë për të shkuar tek e njëjta e vërtet. Nuk po e them unë të vërtetën. Ka shumë rrugë. Nuk po e them unë si Parti Demokratike. Se ndiqni vetëm një rrugë. Ja po të them, domethënë nuk po e them unë, më jep një përgjigje shumë thjeshtë, se duket sikur po të marr unë ty në intervistë, po thjesht për gjetur atë zgjidhjen që ti si pikpyetje të madhe. Atëherë unë s'po e them të vërtetën si Parti Demokratike. Çfarë do bëjë e vërteta? Do varroset. Kush do e thoj? Po thuaj kush do artikuloj? Po thuaj duhet ta mbrosh dhe ne po e mbrojmë. Edhe duke nxjerr, pse ne nuk po nxjerrim fakte?
Po ndiq rrugë, forma, mënyra të tjera pra. Jo, këto janë faktet edhe një herë. Nëse dikush po pse s'keni provuar të veproni ndryshe dhe të shikoni rezultatin? Kush është ndryshe? Kush është ndryshe? Është që ne po bëhemi si Rama. Po të riformatoheni një herë, të ndryshoni leadership. Prit një herë, se si jemi ke kjo, nuk jemi ke kjo. Të dilni me sa listat dinjitoze. Provoni një herë gjithë alternativat pastaj. Jo, sepse jemi logjik. Jo, jemi logjik. Sepse çfarë logjike ka? Kur kam një sistem i cili nuk pranon fare brenda tij që të ketë triumf të vlerave, të parimeve, të programeve, të vizioneve, që ai kontrollon gjithçka, që përdor çdo skalion të mundshëm. Prit, ja një minutë. Jo, kjo është ajo dhe kjo logjik ty nuk të çon ke logjika tjetër që ti duhet shohësh diçka brenda sepse unë t'jap kundër përgjigjen. Po mirë, ne që kemi kaq tradicional, kemi përsëritur të vërtetat. Po mirë, pse nuk morën vota ai sa duhet për qeverisur alternativat me demek të reja në thonjza që u paraqitën. Tani si të reja që ishin të alternativa, mirë morën, jo keq, sot dhe ata, jo keq, në total janë 150.000 vota. Jo keq, unë po them përkthim në numër deputet. Me këtë kod zgjedhor që kemi ne, me këtë blokadë që ka sistemi ynë, sa bukur, ja pra 3 dekada që nuk lë të ri të futet e të progresoj, po jo. Dole tek ajo pjesa e sistemit. Rezultati mbi Por rrethan. ju sistemin e shihni si jashtëmi, ju shihni që patjetër domethënë duhet ketë një veprim që e kërkon dikush jashtë që duhet promovohet. Ai që të promovohet, ai ka drejt promovohet dhe spari ai duhet të kërkojë vendosjen e rregullave brenda këtij sistemi që kemi. Keni dy shembuj që ju kanë rrëzuar. Brenda jush i keni. Ka një gjë, nëse ky sistem që kemi. Tabaku Ali Mehmeti. Ja dhe s'ka rrëzuar asgjë dhe diskutojmë, më gjatë deri në fund. Nëse ky sistem i cili duhet respektuar dhe duhet kërkuar edhe nga forcat e reja, do jap rezultat të disbalancuar në raport me atë çka pritet, atëherë mund t'i drejtohemi sistemit, por kemi një sistem i cili nuk zbatohet, i cili nuk ka proces zgjedhor, i cili komandohet me metoda ekstra politike dhe ne duhet kërkojmë të ketë metoda politike, ekstra ligjore dhe ne duhet kërkojmë të ketë metoda ligjore. Jo, duke parë këtë mishmash, ne themi që fajin e ka sistemi, e ka mënyra se si konceptohet vota, është në rang kombëtar apo qarku etj. Këto janë gjëra pastaj në një situatë zgjedhore që unë e kërkova, ideale, ku respektohen forcat politike, kam barazi, dy të mëdhajat, duhet të kemë barazi dhe tjerat, po, dhe madje, unë kam thënë që t'jenë pjesë e tavolinave të reformave zgjedhore. Dhe partitë e tjera, parlamentare të vogla dhe jo parlamentare, sepse edhe ato mund pasurojnë me fluks idesh një reformë zgjedhore. Po trim ne të themi tash që duhet reformë zgjedhore, kur ai që grabit çdo reformë zgjedhore të mundshme, po ky është reformën e re zgjedhore po e kërkon Bashkimi Evropian. Duket Bashkimi Evropian, të lutem, kurse ka kërkuar në qafsh. Kurse ka kërkuar. Më kujtuaj shkrimin që kishte bërë para pak ditësh. Kur kisha bërë unë. Pra ti. Na e keni shpifur. Unë shihem se kemi shkruar. Jo, pra ti. Se po ma bën kështu ti. Jo, nga që reagove ashtu edhe më kujtua. Reagova në një regjistër madje etik, sepse thënë reagimi duhet të kapërcej dhe regjistrin etik ndonjëherë që të kesh efektshmërinë e duhur, sepse edhe ai regjistër që pata unë mbarte dhe transmetonte shumë të vërteta në raport me sjelljen e tyre dhe ishte etik, ishte goxha etik. Tani, vim ke shembuj që të dash. Po. Çfarë tregojnë? U bën magnet votash. Shembull që më dhe ti, që u bën Tabaku Ali Mehmeti. Po, atëherë dhe unë po t'jap përgjigjen. Votën ndaj tyre si e ke lexuar ti? Njerëz, ja po ta them unë, njerëz që kanë përvojë politike, që kanë, domethënë një themi portret politik simpatik, të pëlqyeshëm. Përtej forcave politike, sepse ato tek e fundit janë Partisë Demokratike dhe mbartin vlerat e Partisë Demokratike dhe pyetja jote dëshmon këtë që po, Partia Demokratike ka vlera të sankcionuara që mbarten dhe përfaqësohen dhe nga individ caktuar. Dhe ato morën në normalitet njohje, në një Tiranë me gati, themun, 1 milion votues mund t'jenë, morën nga 20.000 vota.
edhe unë po t'ja përgjigjen në kundër përgjigje. Si e gjykon ti që njerëz anonim të morën po këtë sasi votash? Po ti nuk ta shterove komentin këtu tek këta dy personazh. Ta shterova dhe po ta shteroj. Se ti ke lexuar vetëm kaq, ti si je politikan, pra s'di të lexosh. Tashi. Jo, thuaj që kaq më leverdis të them. E bëjmë ndryshe. Unë jam unë gazetari, bëhu ti politikania. Jo, më ska gjë. Unë nuk e jo unë e pranoj. Për çoni dhe drejt për të. Dëgjoj, unë e di që je politikan. Jo, unë e pranoj. Njëri me shumë integritet. Jo, s'ka gjë. Këtë duhet ta them. Po s'ka gjë. Por si shumë rrallë këtu, po kjo më doli sepse të doli nga studio se u shmarga përgjigjes. Jo, po pra nuk e ke përgjigjen deri në fund. Përgjigjen që ke ti në kokë apo përgjigjen? Jo, s'ka përgjigje, un kam pyetje. Jo, un kam pyetje. Po mirë, atëherë po ta shteroj unë. Dhe më thuaj po se jo. Dhe një herë. Po të ishin edhe një herë tjetër thash. Emrat e tjerë të listës suaj. Dhe një herë, sepse të njëjtit kalibër integriteti. Atëherë a do merrnin vota shumë? Po, nëse ata njerëz, ja unë të garantoj për një gjë, të garantoj për një gjë. Ja ka manipuluar më se vota atyre është votë e Partisë Demokratike. Të garantoj dhe të bëra dhe ballafaqimin në 1 milion votues morën 20.000. Po mirë, se çdo merrnin ata them argumentin deri në fund se na dëgjojnë dëgjuesit. Dhe kandidat Partisë Socialiste që vinë nga Qarqe, që kanë, do të thënë, gati sa më pak 1/5 e votave. Po, të votave të Tiranës marrin nga 20.000 vota. Atëherë ja ku është manipulimi dhe ja ku nuk ekziston manipulimi dhe jemi në trendin normal të marrjes votave. Sepse ka një përqindje të caktuar, se shpar fole me përqindje, bëhet me përqindje dhe hajde flasim. Ku janë përqindje normaliteti. Këto dhe ai duhet marrë një politikan që është i njohur dhe ka vite që ndërton figurën e tij për 20 vitesh, Ali Mehmeti më pak vite, dhe kjo tregon që vërtet brenda Partisë Demokratike ata që votuan ishin njerëz të lirë, nuk e kaluan votën sipas një detyrimi financiar, detyrimi vendit punës, bukës gojes, presionit dhe dhunës, por menduan që përfaqësues më të mirë janë këto dy kandidatë. Dhe unë të siguroj që edhe kandidatë tjerë që ishin në listën e mbyllur, po të ishin listën e hapur, do ishin në të njëjtin trend marrje vote, qoftë edhe Belindi, qoftë edhe Paloka, qoftë edhe Noka, sepse janë politikan që njihen. Kjo është pastaj, hajde bëjmë muhabet e para se ketë provuar, po e para se ketë provuar, si do flasim ne me nëse? Se kam të provuar. Jo, po ata ishin në listë mbyllur. Ti ma bëre pyetjen mua, nëse ne po analizojmë këto zgjedhje e diu. Dhe këto zgjedhje. Dhe pse morën këta ata ishin në listë mbyllur? Po pra, sepse elektorati mendon njerëz me integritet. Po pra, shumë mirë dhe unë atë po them. Politikanë të denj për që në PD. Po pra, ishin votat sinqerta, thashun, shumë të vërteta. Po dhe u fokusuan në ato emra. Mund të ishin shpërndar sepse mori dhe Murrizi. Po, patjetër. Mori 7.000-8.000 vota. Fatkeqësisht se mori dot mandatin, po, patjetër. Ka dhe tjerë që hynë në parlament ata që nuk marrin nivele tjera, vota. Se u vlerësuan ta më shumë se sa tjerët. Janë arsyet që i di elektorati brenda votës së sinqert, po pra po. Brenda asaj votës sinqert Partisë Demokratike. Po, që Partia Demokratike mbart vlera dhe kjo është vërtet. Po, është pa drejt që Ilir Ali Mehmetit mos hyn kuvend me 18.000 vota plus edhe të hyjë një tjetër që smer asnjë të. Ju doni ta përhapni debatin. Po jo, nuk është e drejtë që dhe një politikan që unë s'poja përmend emrin në qarkun e Elbasanit, shumë i njohur me shumë kontribute, mori më pak vota se dikush tjetër, një në Durrës me shumë kontribute, mori më pak vota se ai Balla. Jo, dakor. Se po thua, domethënë që unë paralelizmin po analizoj kam ty të PD-s. Dakor, mu të PD-s, por në territorin tuaj se dhe flasim për atë që na prek gjithëve, jo vetëm PD-n, por prek edhe PS-n, prek edhe partitë e tjera. Mënyra si është menaxhuar procesi zgjedhor dhe unë po them, përderisa është azgjesuar dhe nuk ka zgjedhje, por ka vjedhje, ky është shqetësimi dhe problemi ynë kryesor. Dhe brenda kësaj vjedhje dhe votet sinqert që ka dhënë Partia Demokratike, sigurisht ka njerëz me integritet, do të thotë që Partia Demokratike është e ndërtuar prej njerëzve të tillë. Dhe unë për të zgjeruar argumentin tim, po them që edhe njerëz të tjerë të listës së mbyllur. Ka edhe njerëz të tjerë. Jo. Njerëz të tjerë Partisë Demokratike në listën e mbyllur, po të ishin listë hapur, mund të lëvizin po në këto trende. Këto janë vërtet vlera që i kanë të dy emrat që ju i përmendët dhe që i kanë edhe njerëz të tjerë në Parti Demokratike, ndërkohë që bën një analizë me kundërshtarin se si është orientuar votuesi i majt, domethënë sepse ju thoni që pas ka votues majt të pastër
pse votuesi i majt, domethënë, u shty drejt figurave anonime? Ja, votuesi i djathtë pas ka ecur normalisht ndaj figurave të njohura me vlera, siç i përcaktuat dhe ju, dhe kështu duhet të jenë zgjedhjet. Ky është normaliteti zgjedhor. Dhe ata dëshmojnë që brenda votuesit PD-s ka normalitet zgjedhor dhe tek PS-ja brenda votuesit ti nuk ka normalitet zgjedhor. Sepse pse s'kan fituar ato vlera tek PS-ja? Pse ndodhi një proces, domethënë, i pandodhur më parë, ku përcaktuan dhe u targetuan njerëz caktuar që të mbartshin një numër caktuar votash. Apo jo? Dhe kjo ndodhi pse u aktivizuan elementet ekstra politik. Ju dhanë patronazhistëve, ju dhanë patronazhime edhe skalioneve të krimit të organizuar. Se edhe ke krimi organizuar, le dalim, është një pjesë, një fasho, edhe kjo e një shoqëri, ekziston ke çdo shoqëri. Por nëse politika e merr dhe vendos para detyrimit çfarë do bëj ky? Ky është si ai mësuesi që ka fat mirë, ky ka fat keq në jetën e tij, ose ka zgjedhur rrugën e gabuar, ose rrugë që i ka dalë përpara. Por nëse politika i detyron të dy në të njëjtën formë, mësuesit i thotë do sjellësh 10 vota të familjarëve tuaj për të ruajtur vendin e punës dhe 20 të emigrantëve për të ruajtur vendin e punës, dhe këtij tjetri i thotë për të pasur benefite, për të pasur këtë bashkëpunimin me mua, atëherë sigurisht që do më ndihmosh mua, sepse është ky dhe kush është këtu kryesori është Rama, ai që ne s'po e përmendim, që ai është stërmullari, se ne themi duket sikur zmadhohet ligjërimi ynë kur ne targetojmë vetëm një person, po më është e vërteta. Ka është Buratini që lëviz ato fijet në ginjolat e francez që kap ato kuklat dhe i lëviz sepse kështu i intereson, i vendos patronazhime dhe deformon dhe vullnetin, nuk është deformuar vetëm vullneti qytetarëve shqiptar, dhe i smajtës brenda saj, sepse është kërkuar me dhunë që vota të orientohet tek njerëz që ata nuk i njohin, tek njerëz që ja servirin, domethënë momentet e fundit. Dhe çuditërisht kjo është bërë. Pse më pa ata, çfarë janë, domethënë të komanduar me sust janë ata? Pse morën ato një sasi të madhe votash? Pra, argumenti për dy, edhe për tabakun, edhe Ali Mehmetin, janë argumenta që tregojnë që brenda PD-s ka vlera, vota ka qenë orientuar sipas vlerave, sipas cilësive individuale krahas vizionit programit që ka PD, dhe ka ecur në një normalitet preferencial logjikshëm. Flasim pak për qarkun e Shkodrës, se ishit i deleguar atje. U duk se fituat, po në të vërtet humbët, po të krahasojmë me 2021. Jo, stop. S'kemi humbur fare dhe këtu domethënë ti dohet ta bëje për provokacion apo si është puna? Jo, vazhdo analizën me qenë se je i deleguar atje. Jo, unë po ta ballafaqojmë analizën, jo ta bëjmë se unë do duket. Pra ju keni fituar në Shkodër. Atëherë morëm 5. Dhe në 2021 po doja mori 5, prit, 1 minutë. Aq mori se një mori LSI-ja, kështu që mos... Jo, thjesht dua të di, keni fituar ju tani në këto zgjedhje në Shkodër? Sa mori PS-ja? Po mirë, se analizën e fitores ju e bëni vetëm sa mori PS-ja, sa mori. Dakor, ashtu me numra po keni fituar. Jo, fituat. Me numra, po ju me numra keni ecur deri pse rrezuat logjikën e me rezultatin paraardhës. Po paraardhës 5-5 është pesa më e madhe se pesa apo pesa më e vogël se pesa? Dakor, vazhdoni analizën tuaj, nuk do debatoj. Pesa e 2023-shit është më e vogël se pesa e 2021-shit? Keni fituar. Jo, po është më e vogël, po të ndërtoj logjikën. Keni fituar. Po atëherë pse bët këtë lloj, domethënë ju shifrat i keni shumë thjesht ai keni përpara. Në rregull, keni fituar në Shkodër. Dhe sigurisht që po, kemi fituar. Nuk ishte një fitore e madhe, ekslamative, nuk ishte thjesht objektivi ynë, ishte më i madh, edhe nëse s'do kishte ndodhur ajo që ndodhi në tërë Shqipërinë, sigurisht ky objektiv do ishte i realizueshëm. Dhe ajo që ndodhi, ajo blerja masive e votës, edhe nga PSD-ja, edhe nga PS-ja, ajo pjesë e stimulimit skalioneve të krimit për të orientuar dhe detyruar votën, bën që ky rezultat mbes në trendin e 2021-shit, por pa bashkinë tashmë Partia Demokratike. Bashkia e marr dietë me, si thoshte Ekrem Masruzi, me tytën e armëve, tha, pushteti merret me grykën e pushkës dhe mbrohet. Mirë, ju se keni provuar. Jo, po si se kemi provuar. Po se keni provuar. Po pse jemi ne? Ne jemi po ta kishit provuar, drejtësia do kishte folur. Parti politike apo parti policoro. Po mirë, në momentin që bën një akuzë, informative si jemi ne, po mirë, ne s'kemi faktuar, po pse bë faktet, duheshin ato fletat e votimit në Pekish, çfarë doni jo? Doni denoncimet që janë bën në Shkodër, denoncimi që u bë nga
Partia Demokratike për kryetarin e bashkisë dhe SPAK-u e pushoi, çfarë doni ju? Doni gjëra tjera për asfalt elektoral, për tender që nuk ishin respektuar rregullat ligjore etj. Dhe ishte shpërdorim detyre normal që duhesh marrë në hetim edhe i pandehur drejt për drejt, apo rastet e tjera ku me emra caktuar kemi thënë që edhe zona caktuara për blerje votës dhe kandidat të caktuar që e kanë bërë një gjë tillë. Çfarë faktesh tjera doni përveç këtyre që kanë ndodhur? Dhe krahas këtyre fakteve që janë vërtetat faktike, unë të paktën në këto studio që kam dalë për gjatë kësaj kohe kam thënë dhe vërtetat logjike, janë vërteta shumë të forta, duket sikur janë abstrakte, por s'janë abstrakte sepse përputhen me logjikën. Dhe si ka mundësi që një qeverisje e cila ka kaq mandate, e kapur në krim, e kapur në korrupsion, me gjysmën e qeverisë në burg, të ketë trend rritës të votave? Ku ndodh kjo? Më thoni një rast vetëm, se jemi në momentin e logjikës, jemi në rrafshin e logjikës elementare. Ku ndodh? Ku ka ndodhur kjo? Edhe në Gjermani, Merkel në mandatin tjetër u desh bënte koalicion më të gjerë, pastaj edhe një koalicion derisa e dorëzoi në rënje, ndërkohë që Gjermania performonte si lokomotiv e BE-s dhe madje një nga fuqitë kryesore botërore. Këtu në këtë vendin ton famshëm, një kryeministër që nuk di asgjë se çfarë i ndodh, ai s'di asgjë çfarë i ndodh, ky që meqense nuk di asgjë, për ato që bëjnë tjerët, ky vlerësohet më shumë nga shqiptarët, por ka logjikë kjo që e pranon. Ka logjik, e pranon këtë gjë. Dhe si mundet ajo logjika tjetër, që njerëz që vijnë nga hiçi, kuptimin pozitiv të fjalës, jo negativ, se do ketë hyrje të reja në politikë. Madje shqetësimi im ka qenë që njerëzit e ri duhen mbrojtur, si duhen mbrojtur, që të vjen në lista më të sigurta, se janë vlera, nuk kanë promocion politik, nuk i njohin strukturat, nuk i njeh publiku. Si ka mundësi që këto njerëz marrin maksimumin e votave? Më shumë se kushdo tjetër. A ka logjik politike? Jo, nuk ka logjik politike, se këtë logjik ne e ballafaquam kur morëm rastin e Tiranës. Pra, këto të vërteta logjike janë indicjet kryesore për të thënë që në Shqipëri nuk ka proces. Duhet ta pranojmë gjithë, sepse është një gjë që na afekton gjithëve, edhe mu, edhe ju, kuptimin e shtresave që ka shoqëria, edhe çdo njeriu dhe qytetari thjesht që është përtej këtyre studiove, apo përtej politikës. Dhe sot prandaj ajo kërkohet. Kërkohet që zgjidhet çështja e vrasjes së votës. Dhe betejë e Partisë Demokratike, thash, nuk është thjesht një përjetim për një humbje, është përjetim kryesor për vdekjen e votës në Shqipëri, që lidhet me atë çka do të vi dhe me atë çka ka ndodhur sigurisht, sepse është disa herë Rama ka bërë këtë gjë, e ka perfeksionuar, ndërsa sot në mandatin e 4 luajti gjithçka për gjithçka. I doli gjithçka jashtë parashikimeve. Mori domethënë vetë ndoshta nuk e kishte përllogaritur në atë memorandumin e Kuçit që bën ato përcaktimet e tij, sepse kërkoi dhe bëri blerje abondante. Mesatarja e Kuçit ishte abondante, jo nuk ishte mesatarja, ishte super maksimale. Po mirë, maksimalen e vendosi 88 ai. Dhe një herë. Ai tha do jemi diku këtu në mes. Po, diku këtu ke 74 me 88 diku në mes. I doli, e pasë, për që ka i saktë, atë falë, se gabova unë. Ai që ka shumë kalkulus, domethënë, sepse ai ka qeverisur mirë, atë e do gjithë populli, ai s'ka ministra në burg, ai s'ka kapur korrupsion, ai s'ka bërë incinerator që s'ekzistojnë, ai s'ka bërë rrugë 20 milionë euro kilometri, ai s'ka bërë uniforma të arta, s'ka bërë asgjë. Ai nuk i ka lënë shqiptarët që 40% e tyre janë nivelin e varfërisë. Ai e ka bërë vendin mos ketë as universitete, as arsim, as shëndetësi, as gjë, se kanë treguar raste me fakte, me fakte nga media, madje jo vetëm nga ne, nga denoncimet e tyre. Po jo, ma ke bërë këtë pyetje, po e përsërit dhe unë kisha frikë se do bie në këtë gabim fatal. Unë ta kam dhënë një herë përgjigjen, se unë shumë i memorizoj gjitha bisedat. Në çdo proces zgjedhor që prej 90 Shqipëri ka ndryrje. Unë po them, gjitha i pas ka ble. Jo, po nuk i ble gjitha, jo. Ai blen ai sa i duhet. Po nuk mendon ti se po pati frym nuk ka vot që blies. Ka çdo parti politike, çdo parti politike ka tifozërinë e saj. Domethënë ka themi votuesin e përhershëm, 33%, PS-ja mund shkojë deri në masën 40%. Nga përvoja, po e bëj mesatare ndër vite, se kam këtë përvojë politike për ta bërë këtë mesatare. Ai nuk vjedh 53%, ai vjedh diferencën, ta kam thënë, ajo vitet. Po ti e di që po pati frym, ai nuk manipulon dot. Viteve. E di këtë? Jo, manipulon, se fryma ishte dhe manipulimi ishte industrial i votës. Po si e di ona, ne i dimi, kemi bërë denoncime se na keni thënë fakte. Po si më mund detyrohet një mësues që cili patjetër 20 vota?
ose 20 emigrantë. Atëherë pse pranon mësuesi të detyrohet? Sa është administrata? Hajde po kthejmë ndryshe. Pse pranon mësuesi të detyrohet? Pse pranon, do ruaj vendin e punës, do ruaj bukën e familjes. Po mirë, atëherë ka mësuesi, se ka ky dhunuesi e ka mësuesi. Po 1% faj ka? Po jo, nuk mund ta themi këtë. Jo se unë jam politikan. Jo se unë jam politikan, po çdo njeri në çdo komb që është vënë në provën e bukës gojës, normal që është konformist. Edhe konformizmi. Po pse në provën e bukës gojës, sepse po sepse këtu i ka çuar ky shqiptarët. Ai prap do jetë në punë. Janë statistikat. Po pse do vini ju në qeveri, nuk do jetë prap ky mësues në punë? Po ai mendon që për shërbimet që i ka bërë ai duhet bindet për këtë gjë. Po ai nuk bindet sepse ai përjeton një realitet ku s'është ky dimension. Sepse shembulli që i ka dhënë, shembulli që i ka dhënë Rama është shembulli i persekucionit politik. Ata dhe nuk flasin, kanë frikë shprehjen opinionet e tyre. Madje të tjerë që e kanë bërë janë penalizuar dhe normal që ajo që është instaluar në Shqipëri dhe ne duhet ta themi. Është frika dhe këtu para se të vishim unë po kërkoja dhe nuk e kuptoj këtë frikën, deri diku e kuptoj, po një pjesë e nuk e kuptoj. Një shkrim me difrashit, po nuk arrita ta gjej sepse e kisha të marrë nga media, kisha marrë dhe në mënyra se si regjimet instalojnë frikën dhe përdorin atë si mekanizëm për të arritur qëllimet e tyre. Dhe nuk është vetëm frika, pastaj ka dhe shtresa që nuk kanë kontakt me administratën e dyfishuar dhe trefishuar, pushteteve lokale dhe qendrore. Është dhe pjesa tjetër që i serviret pastaj benefiti ekonomik momental, në bazë cilit ai deformon votën dhe këtu nuk mund themi ne që është ai qytetari që pranon. Jo më shkaku kryesor është ky, sepse po dalim tek ai që pson dhunën ose pson këtë lloj mënyre marrje vote, atëherë jemi të gabuar në analizë. Ne jemi ky që ka në dorë fijet e pushtetit dhe i lëviz këto fije pushtetit për të përsëritur pushtetin e tij. Pse nuk pranoja në mënyrë luajale që para 3 muajve çdo qeverisje, qofte PD-s, qofte PS-s, qofte çdo forcë politike, të kalonte në pasivitet dhe të zëvendësohesh nga një qeveri teknike zgjedhore që të merresh me procesin zgjedhor që ai ishte. Po dhe ju hoqë dorë nga kërkesa për qeveri teknike atë. Ne bën protesta pafund, ne paralajmëruam katastrofën e zgjedhjeve. Dhe Rama se doni fakte, a fali gjoba 3 ditë para, a lejohet? Po e vërtetë. A shpërndau bonus po, e ka kallëzuar në SPAK një kandidatë juaj, a ulën kalaja. Nuk mjafton kjo, po nuk mjafton. Ju doni të vërteta. Jo dakord pra. Se domethënë po u kallëzuan SPAK dhe përfundoi fakti. Sepse 4 muaj para zgjedhjeve nuk lejohet. Jo, vdiq fakti. Po pse e bëri? Do flas drejtësia them. E ka bërë këtë në zgjedhje të tjera, po më e ka bërë dilte dhe në 2023-shin të njëjtën gjë bëri. Madje thoshe që nëse fiton një djaz do jap investimi. Hyri gjëm këmb atij, jo. E bëri këtë në 2023-shin, e bëri. I hyri gjëm në këmb po SPAK-u ku ishte. A është aty ku është sot? A e mori një herë domethënë pyetje për gjëra që ai bëri për gjatë 2023-shit dhe 2021-shit jo fare. Kur i dini të gjitha këto ju pse do tutet? Po fal, po pse hyt në zgjedhje? Kur i dim këto jashtë sistemit ne s'dalim, tha jemi parti demokratike, sigurisht brenda sistemit do vazhdosh luftën, prandaj jemi në luftë akoma, se jemi brenda sistemit. Çfarë keni dërguar në SBA? Nuk e drejtën të gjitha faktet që dëshmojnë pikërisht asgjësimin e proceseve zgjedhore dhe asgjësimin e votës. Dhe ju kërkoni pretendoni zgjedhje të reja? Jo vetëm SBA, i ka OSBE-u diri, a doli raporti paraprak. A doli dhe raportet paka shumë njësoj kanë qenë. Po njësoj kjo do të nuk është bërë që janë certifikuar. Ai shkrimi, po pra ai shkrimi se boll, domethënë se na shpifën, domethënë edhe me raporte që një raport se ju i referoni vërtet të raportit paraprak të OSBE-u dirit, po ju e dini shumë mirë që raport final që thoshte më përpara Partia dhe Shteti janë bën një në Shqipëri, domethënë ka marrë fund demokracia, e kupton. Zgjedhje me konkurrencë i quan OSBE-u diri. Pse nuk ndërhyn OSBE-u diri? Janë çështjet e tyre, nuk hyn, jam diplomat, e kam thënë dhe un jam politikan dhe un transmetoj këtë të vërtetën e madhe. Tani ju keni shpresë nga SBA realisht? Po, ambasada ka reaguar me... Duat të transmetoj episod që e kam përjetuar vetë, që është tragjiko-komik, domethënë. Në 2021-shin Pallatin e Sportit, Tomor Sinani, në Elbasan, bësh numërimi i votave, lajmërohen gjithë, domethënë të gjithë ishin sulur te kutitë e numërimit, kishte element të armatosur brenda, mirë ishte situata, numëroheshin për qef vota dhe lajmërohen gjithë që do vi ambasadorja dhe Jurikim atëherë. Edhe vjen policia, i qetëson gjithë, i ul në ulset, gjithë qetësi, hyn ambasadorja, 10 minuta para bëhet gjithçka rregullohet, situata, vjen edhe jep deklaratën e famshme që procesi zgjedhor ishte kryevepër. Më i bukur se ky edhe vetë Amerika nuk i kishte prodhuar. Dhe aleluja,
uru dhe fitusi. Kjo gjë tani ta themi ne se çfarë din amerikanët dhe si do reagojnë, për mua është e tepërt. Unë po them është një moment që unë nisem nga e vërteta. Nuk nisem nga pjesa e emocionit pra, që ju deshet, po thoni. S'ka prapaskena. Ne kemi faktet ndaj fakteve duhet reagim. Ne dim shumë mirë çka do thot stabilokraci, çfarë prevalon në një moment caktuar geopolitik përtej një kërkese për demokraci, për votë dhe zgjedhje. Por ne duam të gjejmë pikërisht atë të vërtetën që unë artikulova që në fillim, që kjo votë është asgjësuar. Dhe nëse kjo votë heshtet si asgjësim dhe tani, atëherë pasojë e saj do jetë akoma më madhe dhe madje është krejtësisht e palogishme. Dhe njëherë, pritshmëritë kryesore i kemi tek mënyra si do qëndrojmë përballë kësaj situate që nuk është e lehtë, sepse thënë ka sulme nga gjitha krahat, edhe nga pyetjet e sinqerta dhe nga pyetjet e spinuara. Domethënë çfarë bëni ju brenda, pse hiqni Sali Berishën, gjëra bla bla bla. Domethënë që ndërkohë që e thon shumë pra se janë shumë është ajo fashoja që thashun që janë shqiptar apo opinionist. Unë e bëj diferencën janë shqiptar apo opinionist. Po ju e vuani në fund se humbisni më. Sepse kjo është e spinuar mos, e spinuar ka qenë dhe periudha 4 vjeçare, 90% e mediave janë të kontrolluara këtu edhe ju e dini dhe ne e dim. Të paktën ju si televizion web e dini shumë mirë, domethënë dhe keni shfaqur këtë shqetësim bashkë me ne atë intuitën për fjalën e lirë, dëshirën për fjalën e lirë që përpiqeni edhe ta mbroni me të gjitha format dhe mënyrat. Dhe kjo është një e vërtet. Kemi ne pritshmëri, po sigurisht nuk kemi, edhe nga Europa kemi pritshmëri, nga të gjithë faktorët. Po Europa zbarkoi këtu. E di pse kemi pritshmërinë, sepse ne duam që të fitojë e vërteta. Ne kemi pritshmëri se ajo Europa ishte ëndër rajon pikërisht për shkak votës dhe demokracisë, nuk ishte për shkak lobimeve, për shkak të pompoziteteve, fanfarave me ngjyra dhe pa ngjyra. Ajo ishte. Edhe ju keni lobuar. Edhe një herë. Tani $6 milion në shumë. Lobimet duhet keni pritshmëri. Edhe një herë tjetër. Të themi të drejtën. Lobimet që janë brenda të realizueshme, brenda një ligji të caktuar të Shteteve të Bashkuara apo një shteti tjetër, janë lobime për të drejtuar fushatën zgjedhore, mos u gabo. Jo, mos janë vetëm për fushatën zgjedhore. Lobim për fushatë zgjedhore, për strategjinë e një fushate zgjedhore. Jo, se kishit vetëm për këtë ju. Jo, po kush e ka thënë këtë që s'është vetëm për këtë? Jo, po ngatrohesh me marrëveshjen e Lasivitas. Jo, po ngatrohesh ti sepse, domethënë, jo, është më e gjëra i lobimit, paktën në tekst të kemi lexuar. Nëse lobimi është më i gjerë, është çdo njeri në drejtën e tij, po një gjëra që vazhdon akoma. Atëherë lobim për vlerat demokratike të shtetit të drejtës. Shumë mirë, për këtë duhet lobojë çdo njeri. Çdo shqiptar me një cent që kanë xhep duhet loboj me fjalën e tij për këtë gjë, sepse janë vlera që na mbështesin të gjithë dhe japin rezultat për gjithë ne. Jo më një forcë politike që bën shumë mirë që bën dhe shqyqyr që ka një forcë politike si PD-ja që lobon për vlerat e shtetit të drejtës, për vlerat e votës dhe demokracisë, shumë mirë që bën një gjë të tillë dhe ne s'duhet shqetësohemi. Dhe madje duhet motivohemi që ta vazhdojmë. Kemi pritshmëri, sigurisht pritshmëri kemi thash edhe nga evropianët se më ndërpreve, pse evropianët erdhën këtu, jo më ka dhe reagime nga CDU-ja gjermane, do ketë dhe reagime nga tjerët. Ka një link aty që lidh interesa të sekteve caktuara, të Sorosit apo dikujt tjetër, po sigurisht që ka, që ata deformojnë qëndrime duke u larguar nga parimet, po më ka, sepse nuk është kaq brillante kjo Europa që ne e ndrojmë, e duam dhe vërtet vazhdojmë ta duam akoma. Kemi shpresa edhe ke Shtetet e Bashkuara, po më kemi shpresa edhe ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë madje për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur atje. Për shkak edhe daljes të vërtetave atje në mënyrë se e majta ekstreme, mundua domethënë drejtoi një nga shtetet më të fuqishme dhe të realizonte agjendat e saj përtej agjendave ekonomike që normali ka në fokus çdo qeverisje dhe është normale se është për të mirën e qytetarëve të saj. Agenda jo ekonomike, agenda karakteri social, goditjes familjes, goditjes thelbit të një shoqërisë, të gjinisë, të elementeve tjerë, të shkatrimit familjes, të shkatrimit edhe të pronës, edhe të luftës ndaj krimit organizuar, toleranca ndaj tij, bërja e tij partner në aksiomat dhe aksionet politike siç ka ndodhur në Shqipëri. Pra ishin këto ndryshime që ndodhen, nxorën këto të vërteta që ne na bëjnë optimist. Pse jo?
përderisa triumfojnë, pas ka një moment që e vërteta dhe vlerat triumfojnë. Dhe ky shembull është Amerika dhe jo kot është Amerika dhe ne a kemi prishmëri, po kemi se gjithmonë syt drejt saj i kemi pas. Tani në Partinë Demokratike çfarë po ndodh? Do të pritet vjeshta për një analizë se janë edhe pushimet përpara. Vazhdon po jo, ju tani po vazhdoni vetëm me denoncim për azhësimin e votës. Po doni fakte. A ju thoni fakte, a doni fakte. Kur do bëni analizën brenda jush? Ky është shqetësimi kryesor. E di, ja kam thënë një gazetar, i thash shumë faleminderit, thash që shiko, nëse jeni ju shqetësuar, harroje që janë të tjerët. Jo për ju, e thash për gazetarët. Po edhe në përgjithësi. Për gazetarët që nuk kanë lënë shpat, thik, revole, pistolet, nuk kanë lënë armë pa përdorur, domethënë për të paraqitur një masht PD-s në konfliktualitet dhe tani ka zëra brenda jush. Kur të bëni analizën se jemi shumë shqetësuar për ju dhe i thash gjëri, thash shumë faleminderit, thash më ke prek valla emocionalisht. Edhe u preka shumë. Domethënë dhe them drejtën reflektova shumë. Por përgjigjen ja dha shumë qartë. Po jemi në luftë. Po doni mos e bëni. Madje e ftova hajde edhe ti në këtë luftë se lufta për votën nuk është luftë për të ardhmen. Jo, nuk është vetëm për PD-n. Kjo është luftë që do bëhet për votën dhe do bëhet për gjithë shqiptarët. Analizën tonë do ta bëjmë kur vi momenti, mos mu shqetësoni. Po dakord, po ti e di që edhe mediat madje. Jo, ka edhe zëra që secili do mbaj përgjegjësinë. Mos nisemi nga zërat, flasim këto që kanë ndodhur. Zëra konkret. Jo ato që kërkojnë dorëheqjen e Sali Berishës. Po ç'lidhje ka zërat? Kush janë? Lut Basha? Po më thuaj zë fuqishëm. Po jo ta dhash kështu si njëri më afër historisë PD-s më. Ta dhash si emër kështu se s'kam asnjë gjë fare. Po fare. Domethënë kam dëshmuar një gjë të tillë. Po atë gjoni, apo ata mediat, domethënë. Po përmend emra edhe pse kam emra. Mediat apo mediat me e di që s'do. Jo mediat me pull të kuqe, domethënë kur them pull të kuqe shumë të majta, po e përdor në formë ironike, që sot shqetësohen dhe kanë në okelio të shkrimeve editorialeve të tyre vetëm këtë pjesë kur do largohet Sali Berisha dhe po e lidh me atë pyetjen tënde se edhe shkon edhe ti e ndikuar nga ato dhe nga opinionet tilla. Kjo është një domethënë spinim total për zhvendosur vëmendjen. Se çka gjithë 4 vite. Ka ndonjë episod që s'keni çfarë bëni edhe çfarë ka ndodhur se ti si protesta që u përplasën për shembull me gazetarët. Ajo ishte jo për të bërë qefin se kemi vite që njihemi edhe konsideroj në atë aspektin e njohjes time për gazetarin, nuk e kam të vogël profesioniste, jo për të bërë qefin dhe për të marrë me vete ty në opinionin tim në këtë rast. Po kthen komplimentin e jo fare. Fillim bisedës, bëj shaka. Jo më fare se nuk ta kam thënë sot, duket se ta kam thënë koma përpara, thjesht po ta përsëris këtu dhe që të marrim më shumë bujë. E vërteta, domethënë vërteta dhe fakti duhen përhapur dhe më thuaj ku do të dalësh. Du dal tek ajo pjesa si një profesioniste ti e di shumë mirë që domethënë për gjatë 4 viteve un jam thirrur në studiot e shumë televizioneve dhe e di çfarë pyetjesh më kanë bërë, mu dhe kolegëve të mi, çfarë ndodh po do. Nuk gjykohem pyetjet. Ja, priti herë. Jo, spinimi dhe orientimi i pyetjes gjykohet, jo pyetja në vetvete. Orientimi i pyetjes, çdo orientim pyetjesh ka një qëllim përtej pyetjes, që është qëllim më i madh se vetë pyetja. Dhe kush ka qenë? Çfarë bëhet në PD? Çfarë thot Lut Basha? Çfarë thot Agron Shehaj? Dhe nuk u morën 4 vite, nuk jam thirrur një herë çfarë po ndodh me qeverisjen. Çfarë është çështja incinerator? Nuk më ka pyetur kush, edhe kur unë nisja thonë mos dil nga tema, ose të kapte ai opinionisti tjetër të fuste ke tema e konfliktualitetit dhe akoma do merreni me PD-n, gjithë media do merren çfarë ndodh ke PD-ja. Fajin e ka PD-ja, fajin e ka Sali Berisha. Të rregullohen gjërat, fitoi. Rregullohet sistemi. Se opozita është e rëndësishme. Jo PD-ja, fitoi qytetari. Dhe ai që ndjen veten afër PD-s. Një shoqëri opozita është shtyll shumë e rëndësishme. E di çfarë koncepti gabuar, mos ma bëj këtë koncept. PD-ja nuk është vetëm e juaja. Mos ma bëj, po pra fiton qytetari, sepse ju e bëni si, domethënë ju zhvendosni dhe krijoni një normalitet rrem. E keqja bëhet normalitet duke ne. Që është një palë që sulmon votën dhe është brenda kalase, kam thënë dhe kjo është majoranca, ajo përdor gjithë arsenalin armëve. Është edhe një tjetër që do ty ke kalaja, po nuk e lën se po pse më kështu janë garat zgjedhore. Nëse ne konceptojmë kështu, atëherë tani u thoni e vërteta është azhësimi i votës, po nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Atëherë lëreni këtë që s'keni çfarë t'i bëni. Vetë rregullohuni se mbase gjeni një mënyrë për ta mposhtur. Pindaresk të situatës. Po të them që boll janë marrë dhe merren në mënyrë qëllimshme, se po tregoj këtë që nuk është e rasti që shumë media fokusojnë ç'do do bëhet tek PD-ja, do largohet Berisha, duhet largu Berisha, e thot XY. Jo, janë vjedh zgjedhjet. Ky është alarmi.
është alarme, do bëj analizën po do maj përgjithësi dhe Luciano dhe gjithë tjerët si drejtues qarqesh për rezultatin që ne debatuam bashkë dhe për rezultatet e tjera. Normal më në një organizim politik ekzistojnë këto, në gjitha nivelet. Ka probleme organizative, po më ka, do mundohemi që të reflektojmë, por s'pari të zgjidhim këtë çështje, se kjo është ajo pastaj që i jep kuptim gjithë çështjeve tjera. Pas zgjidhur këtë ne, pas zgjidhur këtë, e ke zgjidhur ndonjëherë? Po ja pra ja, me këtë pjesën e këtij, se kemi zgjidhur dhe duhet bëjmë fatalitet. Po si do ta zgjidhësh pra? Po luftëtar është ai që vazhdon luftën. Se që është kjo, të bëjmë fatalitet, ti dorëzojmë armët në temi... A i merë mandatet e një pas njëshme dhe ju vazhdoni luftën. Po sigurisht më do e vazhdojmë... Se për këtë talni të lullëzim bashën dikur, pas ka pas të drejti shkreti. A i tha beteja mos na krasa, sepse doni... Beteja vazhdon, lufta vazhdon. Po, e disi shpuna, tani po përdor retorikën atyre medjave që unë i cilësova, që unë shpresoj që ju mos bëni spaku një moment pjesë, se zakonisht edhe ju bënin shpesh. E bët meme ju këtë është meme ajo. Dhe ne po themi, po tashi Ediona, ta mbajmë logjikën atje ku duhet në lartësinë e dur dhe ta lëmë emocionin dhe qëllimet. Unë po them, si do ta zgjidhni pra? Atëre, çështja jon, ne kemi qenë shumë të qartë në qëndrimet tona. A kërkuam disa muaj qeveri teknike dhe në gjitha mediat na thoshin që doni ju qeverinë teknike, pse duhet qeveria teknike. Pastaj u hoqë dorë fare. Dhe një herë tjetër, po kishte afate më brenda këtij afati se kur hyn proces zgjedhor, do merresh me zgjedhjet, nuk do merresh me atë që iku. Dhe ne kemi ndjek gjithë hapat, paralajmëruam gjithçka dhe ka një pyetje. Shoqëria është e kompozuar nga shumë element, nga partitë politike, edhe nga media, i konflikti që thatë ju, edhe nga media që lozin një rol pothuajse barabart me partitë politike, në opinione, në orientim vote, në gjitha. Ka shtresën elitare që këtu ne ka shumë pikë pyetje, kush është elita, sa elitë është. Ka shtresën e mesme, por këtu nuk ekziston, se është shtresa e shprehjes lirisë, një demokracie, që do thotë që nuk ka. Është një shtresa që ka probleme të thella ekonomike, ajo që manipulohet, tash ke buka e gojës, është logjike që një qeverisje e let varfër dhe orienton pastaj. Dhe gjitha këto shtresa, kur kanë një rrezik të përbashkët, unifikohen. Nëse ai që vuan për bukën e gojës, shef që media është kundër partisë politike, që mbron një interes që është dhe ati, normal ai pozicionohet gabimisht. Dhe sot është momenti për t'i lënë gjitha këto pas, dhe për t'u marrë momentin e dur dhe me analizën e Partisë Demokratike, por gjithë zërat pavarësisht vokacioneve tyre, të majta apo djathta, mediatike, pavarësisht vijave editoriale që kanë ndjekur, duhet të fokusohen në këtë pikë, sepse përsëritja e një pushteti të tillë, i cili është faktuar që është i korruptuar, është faktuar që ka bërë gjithçka në emër qëllimeve personale të grabitjes pronës, në emër të fuzionimit me krimin e organizuar, në emër të instalimit në Shqipëri të antivlerave. Këtë përsëritet dhe të vazhdoj. Jo kemi dëgjuar, i kemi përjetuar. Mund t'i dëgjosh edhe nuk të ndikojnë. Kur ty të ndikojnë lëkurën tënde, atëherë ti duhet bërë solidar në emër sepse triumfit këtyre vlerave, sepse media në thelbin e vet, unë respektoj shumë median dhe jam pjesë e saj sepse për shkak profesionit vazhdoj jap edhe leksione shumë të bukura për median, por që ngelin vetëm nivelin e leksioneve, se në momentin që studentët bëhen gazetar, janë në thundrën e vijave editoriale apo të partive politike, dhe këta njerëz që kanë lëkurë dhe jo vetëm e dëgjojnë, ata duhet jo të bëhen kundërshtar, unë s'po them kundërshtar, se pastaj merr ngjyrim politik, jo, të artikulojnë atë që është e vërtetë. Pra, nëse ne sot kemi kaq fakte, tani të t'jap një paralele, nëse kemi kaq fakte, ta gazetar ju thoni janë në ndikimin gazetarët janë linjës editoriale është po si puna juaj që nuk dini dot nga rreshti i Berishës. Këtu hyn partitë politike, janë organizime që kanë disiplinën e tyre dhe rreshti i Berishës nëse është rresht që ka vlera, unë do heci me atë deri në fund dhe përderisa ka vlera do heci me atë deri në fund. Të mos bësh ja pas, të mos reflektosh prit ku shkoj, domethënë ku nuk shkoj ku. Po, sepse është ai që ju jeni në unison. Jo, jemi në pse kjo ju shqetëson juve se ne mbrojmë vlerat. Nuk shqetëson. Po unisoni jon është bashkim në bazë të atyre të vërtetave dhe vlerave që mbrojnë. Dhe unë këtë po kërkoj edhe nga pjesa e medias, sepse duket sikur po ndërtoj përballje. Jo, nuk kam as konflikt as përballje. Unë du reagim dhe reflektim. Për çfarë?
për të vërtetën, asgjë më shumë. Deri tani aty, pas këtij rezultati në PD, askush nuk e kërkon largimin e Berishës? Nëse do ishim në një moment që PD-ja do kishte bërë blerje vote, unë do kërkoja të njëjtën gjë. Dakor. Po dakord, por se edhe reagim nga media. A ka në PD aktualisht? Dhe një herë, këto janë gjëra. Zëra që kërkojnë largimin e Berishës? Këto janë gjëra që janë më pak të rëndësishme se çështja që kemi përpara. S'dua të shmangem fare as debatit as gjë. Unë jam jo se unë di të bëj vetëm një punë dhe drejtohem tek ajo dhe s'di të bëj punë të dytë njëkohësisht. Por çështja themelore dhe marrja kuptim e çdo lëvizje brenda PD-s, me çfarë do lloj argumenti ka kuptim kur rregullohet procesi zgjedhor dhe ka vlerë kuptimi i votës. Jo sipas kërkesës BE-s që të bëjmë reformë zgjedhore të përsëritur tallse, por në bazë të marrjes masave të rëndësishme për ata që kanë kryer krim zgjedhor. Sot në Shqipëri është bë krim zgjedhor. Po Dashamir Shehi, kryetari i një partie shumë të vogël edhe dha dorëheqjen marr përgjegjësi. Dashamir Shehi, unë nuk e di, domethënë. Edhe këtu do gjesh diçka. Jo, ti po kërkon që unë gjej diçka. Po jam një shembull që Dashamir Shehi mori dhe përfaqëson 500 vota. Edhe unë po të përfaqësoja 500 vota do jepja dorëheqje. Është normale në politikë. Po nuk mund t'jap dorëheqje se përfaqësoj 520.000 vullnete. Si mund t'japun dorëheqje? Jam 520.000 vullnete. Pikërisht kur ke përgjegjësi më të madhe, që ka barabart, kjo. Kjo ishte barabart. Po tashi unë kam respekt shumë për Dashamir Shehin dhe përderisa mori 500 vota ka bërë aktin më dur. Ç'lidhje ka? Respekt për Dashamir Shehin. Po demokratët që po kërkojnë 520.000 vota. Të riformatohet PD, të largohet Berisha, që të rikthehen përsëri aty. Po ato demokratë. Si Flutura Açka, Dashnor Sula, Geleda Libej. Mos mynë emra se i kam të njohur, i kam kolegë. Se duket pastaj jo se bëhen lajme Luciano Boçi edhe një herë tjetër. Pra edhe një herë, domethënë thash, hym në emra dhe thuash këtë pjesën, këtë pyetje që ma bën ti, domethënë nuk është e saktë, nuk është e drejtë. Dhe nuk është dhe e ndershme nga ana jote. Po nuk janë demokrat këta. Sepse qenurit demokrat nuk ja ve unë asnjë pullën qenurit demokrat, ja ve aktiviteti tyre, ja ve artikulimi i tyre politik dhe angazhimi i tyre politik. Ku ka munguar angazhimi i Dashnor Sulës, po them. As kam munguar dhe as kam punuar. Unë s'kam të drejtë ma bësh ti këtë pyetje që unë përcaktoj se kush është demokrat dhe kush nuk është demokrat. Unë jam demokrat, jo se më përcakton kush që unë jam demokrat. Unë jam demokrat sepse ndjehemi tillë, realizoj aktivitet tillë politik dhe artikuloj në favor vlerave. Vendosja ti, domethënë e din vetë ata, nëse ato të thonë jam demokrat, kontribut në PD. Po atë kanë ardhur këtu, kanë thënë jam demokrat, e kanë pranuar vetë. Unë e pranoj vetë që jam demokrat, s'është frikë me e shpreh. Po pranojnë ata. Po shumë mirë janë përderisa e kanë pranuar, përderisa e pranojnë. Duan mirën e PD-s. Po si ti nga nisesh që më kupton mua që jam demokrat. Duan të mirën e PD-s. Jo, nga nisesh domethënë. Pse aty aderon prej kohësh. Pse miku im Darsula ka drejtë më thotë mua që jam demokrat, jo, thotë e di vet Luciano, edhe unë po them e di vet Dashi, e di vet Flutra. Flutra unë se njoh sot, njoh vite të tëra. Dhe di vetë Flutra në qëndrimit e saj, në aktivitetin publik. Po mirë, gjithë gabime kanë këta. Jo, nuk është vetëm aktiviteti. Po unë s'kam thënë asnjë fjalë, pse ti të Ediona të vazhdojmë tek çështja themelore. Jo, më devijo, po më jep një përgjigje këtu. Jo, parimi im politik është që e para punës unë nuk merrem me emrat të veçantë politik. Po se kërkon shembuj ti jam e detyruar unë. Unë merrem me qëndrimet politike dhe kur merrem me qëndrimet politike, po ti më thua kush janë këta, unë do të jap emra. Unë thash më kush janë këta, unë thash fare. Me të drejtë do pyesësh ti kush janë këta që e kanë artikuluar këtë kërkesë për shkak. Unë pyeta më përpara se s'po them emrat. Nëse do thuash që tani ka emra që kanë kërkuar largimin e Berishës, janë drejtën e tyre, mund ta kërkojnë edhe të tjerë përpos këtyre. Dhe unë po them, po mund paksohen. Dhe unë po them që këta njerëz së bashku me ne duhet të kenë një objektiv, që e kanë vuajtur lëkurë edhe në 2021, se kanë qenë pjesë e betejave të nisurat sapo nisurat 2021. E kanë vuajtur lëkurë se si blihet vota. Në Peqin, në Elbasan, se si rrëmbehet vota, se si patronazhohet vota. Dhe s'pari të zgjidhim këtë gjë, atë pjesën analizës, po kur zgjidhni ju këtë gjë, ai do marrë mandatin e 5. Edhe një herë. Pritje, mirë, nëse nuk ka reagim. Po mirë, nëse s'pas ka, domethënë nëse që ka kjo laissez-faire nga gjithë, leje se po thash, ai mund bëhet dhe mbret më kështu, domethënë me këtë mbështetje. Po ju po e bëni. Jo, opozita më ajo ka fajin. Po doja, më ka po doja. Jo, unë këtu jam ulur. Po kush po e bë? Jo, unë këtu jam ulur në pozitën e fajtorit, ë. Unë jam fajtori, Sali Berisha është fajtori, gjithë po doja. Jemi fajtori. Po si e ti fajtori? Jo, më Rama nuk është fajtor, këtë po them, po e artikuloj kështu në mënyrë figurative. Nuk është Rama fajtor, më. Rama nesër mund bëhet mbret. Prap nuk është fajtor. Jo, nuk është fajtor.
sepse Rama është ai që ka ngritur këtë industri të vjedhjes votës. Ai nuk është fajtor, ma ai e bëri, bravo i qoftë. Madje ne i themi bravo ju, domethënë në opinion, se jo unë. I thojmë bravo, shi sa i Zoti, bravo e meriton i Zoti. Çka më merre, ai sulmon votën, atij ti takon ta sulmoj. Ne duhet ta mbrojmë vetëm, nëse mbrojmë, ju jeni fajtorët, ju se mbrojtë dot. Kurse ky ka drejtën morale, ky pas ka drejtën morale. Sa të ketë Berishën përballë, Rama do rri gjithë jetën pushtet. Ti e di shumë mirë këtë fjalë. Morale dhe politike, jo se po ato thoshin sa të ketë Bashën, ka ato thon po sa të ketë Berishën. Po mirë, atëherë ju ç'do ka. Dhe sa dali një tjetër, do thon sa të ketë dhe Agroshea po kështu, sa të ketë Adriatik Lapaj, po kështu, sa të ketë Ilir Meta. Jo më, nuk është kjo. Jo, duhet gjejmë procesin më të mirë. Kjo është që masi vlerat e njerëzve. Që mos ketë subjektivitete të këtilla siç ju i parashtruat. Ketë një proces ku vlera ime tjetë e barabartë me vlerën e kundërshtarit tim. Ku vlera e Ramës tjetë e barabartë me vlerën e Sali Berishës, me vlerën e Agronsheajt, me vlerën e çdo partie të vogël. Atëre po, ka sistem dhe atëre po, hajtë të bëjmë analizën që djejmë ku që duam dhe si që duam. Tashi këtu në këtë, po secili mund të thoj ka idetë e veta, ka ato projeksionet e veta. Çdo njeri prandaj jemi të ndryshëm politik. Unë jam i ndryshëm nga gjithë emrat që përmendët, ata janë të ndryshëm nga mua, nga njëri tjetri dhe kanë idetë e tyre. Shumë mirë kur të bëhet një analizë, le të vinë bëhen pjesë e analizave, të japin argumenta dhe janë pranueshëm në Partitë Demokratike, pranohen dhe fraksionet. Ne kemi thënë dhe kemi sanksionuar, le të vinë dhe s'ka asgjë të keqe. Ke një mendim për akuzën e fortë, duhet thënë, të Adriana Kalas në publik për Jorida Tabakun? Që votat i ka siguruar nga Rama me oligarkët për të poshtruar Berishën. Gjykoj që në politik, jemi njerëz që jemi mishe kocka. Shenjë që do nis lufta brenda llojit apo jo? Pa prit, ja përgjigjen, do 2 përgjigje në një fjali, ose 3, më mirë akoma. Po nuk munden se është ngërçi i kohës, i ardhjes, shkaku dhe pasojës njëri pas tjetrit. Jap të parën dhe pastaj. Pra në politik jemi mishe kocka, mendje dhe zemër. Kemi dhe emocione. Në momente të caktuara edhe unë mund të jem shumë emocional dhe mund të bëj deklarata të papërputhshme me arsyetimin. Nëse i qëndron, çdo njeri pastaj zgjedh në politik ta bëjë me emocion politikën dhe janë njerëz të sinqert, nuk ka asgjë të keqe. Disa tjerë zgjedhin ta bëjnë me më shumë arsyetim se sa emocion. Këto janë profilet e njerëzve dhe unë nuk shoh gjë të keqe pse u tha dhe pse ka nis lufta. Jo më, kjo tregon që në PD ke një opinion dhe e thua, a ndodh kjo në PS? Pse u dërgua një SMS nga Rama të gjithë dhe asnjë mos bëj ankimim dhe gjithë u tulatën? Pse s'të bën ty kjo përshtypje dhe që ky është problemi kryesor i vënies në rresht? Po di që s'bën përshtypje mua, po unë jam. Diçka do të thotë që në PD paska në rresht, paska dhe njerëz që thon mendimin e tyre. Paska dhe njerëz që i rrinë në distancë PD-s për arsyet që ata i mendojnë që i kanë të arsyeshme dhe japin opinion për PD-n dhe ne konsiderojmë opinionin e tyre. Ti do i argumentosh dhe do i shfrytëzosh këto për t'i dhënë të drejtë vetes, po ti se je profesor, kështu që normal. S'ka lidhje kjo, jam profesor. Normal që e qëndis fjalën. Jo, më bëj më ndaj mirë, jam profesor apo politikan, se tash të dyja. Atëherë unë si të kërkon ti ta bëj bisedën, domethënë jashtë tyre dyjave, nëse do ta bëj jashtë tyre dyjave. Se kjo tregon dhe njerë, pse s'tregon, te tregon. Edhe unë ka mendimin tim, nuk më kufizon njeri mu. S'm ka kufizuar ndonjëherë Sali Berisha mu, që mund t'jap mendimin tim, që mund mos i ketë pëlqyer mendimi im. Unë madje edhe e shkruaj mendimin tim, edhe them edhe në studio, sikurse ka dhe tjerë. Po në sinkron të plotë kemi atë ti. Dhe nuk kam marrë ndonjëherë ndokush nuk kam marrë ndonjë vërejtje. Po edhe tjerë që kanë ndryshëm që ti pse e the këtë bëre gabim politik, nuk kemi ndjer. Unë kam bërë unë edhe kam shfaqur dhe opinione dhe mendime që nuk janë sinkron me mendimet e drejtuesit partisë demokratike dhe s'ka marrë në i vërejtë, sikurse tjerë s'ka marrë. Askush nuk ka marrë. Pse? Kurse ata morën SMS, askush mos dali nga rreshti, mos kërkoj votat e veta. Po tani duhet mirë kuptuar dhe ajo SMS duhet mirë kuptuar se gjithë ajo fitore shkon akoma. Ka i gjë, kur jemi ke Rama, ne duhet mirë kuptohemi, madje jemi të kujdesshëm. E kisha në mënyrë ironike. Tani, të vim pak tek Spaku, meqense ti je deleguar në Shkodër, po ke informacion dhe për Elbasanin. Spaku ka ndërmarrë një aksion në Elbasan, duket se do të prodhohet diçka aty në kuadër të ka lëvizje Spak, BKH, kanë ushtruar disa kontrolle, nuk kanë dalë emra, në shpinë një biznesmeni, një politikan socialist. Po mira, unë kam në kuadër të
të një aksioni post-zgjedhor për të goditur krimet zgjedhore. Jo, unë kam një, më thëmë, për dhënë të përgjigje, unë kam një sjarim të kërkuar. Unë do e kërkoj nga ju, pse nga ju, sepse jeni media dhe jeni opinioni mediatik, që prova e këtyre fakteve, që janë pjesë e aksioneve zbuluese të SPAK-ut. Se nuk ka ende rezultat. Prova, këto rezultate kur dalin, këto do ndryshojnë rezultatin zgjedhor? Po, ku e dim ne? Duhet ta ndryshojnë, nuk e dim. Duhet, atëherë dalim ke duhet. Po pse një aksion do ndryshojë rezultatin zgjedhor? Po tash ai s'do kapi gjithë sa i bie që të kapi gjithë deputetët. Një aksion është fakt më. Është e vërteta, e thënë në një shembull. Gjithë rezultatin zgjedhor, sepse janë kazuset e rasteve kur thotë që po është vjedhur vota dhe kur është bërë aty dhe është bërë me komandë politike dhe me mbështetje politike, si mos rrëzohen zgjedhjet. Shikon sa bukur domethënë ju mani qendrim krejtësisht subjektiv. Se edhe nga ju kanë goditur. Edhe subjektiv. Në nivel lokal në kuadër të krimeve zgjedhore. Në nivel lokal, kanë goditur nivel. Dosjen 184-339, po më thua. Ajo është e vjetër. A vjetër iku ajo, domethënë mori lumja te çpune, kemi këto trejat kur dalin si fakte, a do i rrëzojnë, duhet me i rrëzu kaq është pyetja ime, bashkëpunuese me ju. Logjikën tuaj mediatike, politike dhe të realiteti që ekziston. Po atëherë çfarë roli, pse më pyet për rolin e SPAK-ut? Atëherë kur ju mendoni që këto s'do kenë asnjë rezultati, s'do kenë asnjë rezultati. Po pse paragjykon ti? Po jo, paragjykove ti. Unë s'paragjykova, jo. Po ti je shumë pesimist. Jo, unë s'jam pesimist. Unë nisa nga opinioni juaj, thash duhet, sepse ju jeni ata që formoni opinionin. Nëse ju thoni që s'duhet rrëzohen zgjedhjet, po ç'opinion formojmë në si dali SPAK-u, si e mendon ti? Dali SPAK-u dhe gjej fakte që vjedhjet janë bler dhe janë vjedhur edhe zgjedhjet vazhdojnë të sankcionohen dhe certifikohen, si mendon ti? Kështu duhet jetë? Po para s'kemi rezultat, si do flasim para rezultat? Po mirë, domethënë unë po them që po të kemi rezultat dhe pyetja ime ishte shumë sfiduese. Po të kemi zgjedhjet, ti personalisht do i njohësh? Po unë si jam i dur për të folur për këtë. Personalisht. Po jo është kot. Personalisht unë jam qytetar. Është kot kjo. Atëherë ngjo Luciano, jam qytetar. Unë kemi opinion edhe pa aksion fare, kjo është kot. Kostumin politik dhe profesorit. Dhe nëse unë dëgjoj në media që një deputet i Partisë Socialiste në Elbasan është ndihmuar në marrjen e mandatit nga blerja e votës, kështu kanë bërë gjithë deputetët. S'ka nevojë fare, kjo është logjika më e thjeshtë, më e pranueshme. Se ka bërë njërin, do të thotë që kanë bërë gjithë. Atëherë ai deputet duhet të jetë deputet? Jo, duhet të jetë deputet? Duhet të jetë deputet. Rrëzohen s'ka rëndësi 10 deputet, nuk ka edhe një. Po jo të gjithë. Jo, tek këtu as ka ditë gjë Rama, fal. Rama nuk di gjë. Edhe për këtë deputetin. Jo, Rama nuk di gjë. Jo, Rama nuk di gjë. Drejtësia është shkencë eksakte. Shiko sa e bukur. Drejtësia është eksakte. Rama nuk, jo, po fakte. Individ fakte dhe pasoj. Penale, fakte dhe pasoj. Personal, fakte dhe pasoj. Po sepse interpretimi post është personal dhe kjo është qasje, jo është qasje politike, kjo është qasje sociale me pasoj. Po se do dënohet të hiqet mandati atij që vërtetohet. Sociale, pse Rama? Jo ky të bëhet sebeb që të hiqet të tërë. Rama nuk di gjë, edhe për këtë rast, për ministrat jo, për partinë, se kjo është e partisë, edhe për partinë, kush ja drejton partinë? Vetë drejton apo e drejtojnë këta të tjerët? Pra mos thoni thagma të tilla, domethënë sepse nuk shkon. Po përgjegjësia penale është individuale pra. Nëse se domethënë ne duam. Ajo që thuat ti është përgjegjësi politike. Nëse ke prova të iniciuara të faktosh penale, të dalin dhe nuk janë përgjegjësi personale. Këtu jemi në aktivitet politik, partish politike në situatë zgjedhore. Unë nuk jam Luciano, unë përfaqësoj PD-n. Nëse unë bëj krim zgjedhor, ka bërë Partia Demokratike krim zgjedhor. Është shumë e qartë dhe shumë e saktë. Dhe nëse po më provat, unë po them, jo paraqes unë, po them, nëse del konkluzioni që ka implikim, ka vjedhje votash dhe faktet ne i kemi nxjerrë me ato drejt flete votimit, domethënë se janë reale dhe konkrete. Atëherë pse duhet të qëndrojë në këmbë certifikimi i zgjedhjeve, kur zgjedhjet që kanë konkluduar në këtë lloj forme aligjore, antiligjore, kriminale, pse duhet të qëndrojnë në këmbë? Është pyetja ime. Ku kalojnë pasaj, ky e ka personale. Jo, di si po thua ti? Dhe unë para zgjedhjeve, po e them shumë thjesht. Gjatë fushatës elektorale u kap një nga ju, më duket, për shitblerje. Mos më thuaj thjeshtësinë e votës. I bie që të gjithë ju e blet votën? Jo, më nuk u provua fare shitblerje vote. Ju kapi kartë, bëra jo zhurma. Ku? Po dakord pra. Nuk u provua fare. Po ilustroj, po ndjek logjikën tënde. Po nuk u provuam, po them nëse provosh, nëse do provosh do marrësh përgjegjësi. Po, sigurisht do marrësh përgjegjësi. Nuk tham se është individuale.
Në këtë rast, ishte skenar apo si ishte skenar, do u zbulu vetë nga SPAK-u. Presim rezultatet e SPAK-ut. Po presim rezultatin se ju gjetën ca lek në xhep atit edhe i kartë, vetëm kaq. Jo, e kisha për përdorim logjike, jo. Në rastin konkret, nëse të gjitha aprovohen nga e majta që sot është sankcionuar sipas certifikimit famshëm të smundjes butë KQZ-s. Ky rezultat. Po tani kërcet pak puna këtu se ju këtej i thoni që SPAK-u është i kapur nga Rama? Ja, tashi. Këtej thoni që do faktoj këtë rastin. Jo, nuk thash nëse thash. Unë thash nëse. Solla dhe 184 dhe 339, të futa dhe skepticizmin brenda, ti futa të gjitha elementet. Unë jam korrekt në atë. S'ke besim fare te SPAK-u? Besim ke SPAK-u? Po nëse unë i referohem. E ke zero? Nëse të lexoj ty, nuk kam besim, sepse ti thua prit kur ta faktoj SPAK-u. Domethënë, unë të nisem edhe se unë nisem nga shumë faktor për të gjykuar një besim, se unë vetë personalisht nuk kam njohje personale që të di dhe të gjykoj, se s'kam as të drejtën të gjykoj karakteret apo figurat caktuara. Dhe në rastin konkret, domethënë çështja e mungesës besimit ndaj një institucioni është tek mënyra si veproj realisht gjatë fushatës zgjedhore. Një task force, në konceptin e një task force që ngrihet është parandaluese në radh parë. Parandaloj krimin zgjedhor. Duhet marrë gjitha masat, duhet marrë të gjitha informacionet që sot i din gjithë shqiptarët, sepse e di si është puna e jona. Ne e dim shumë mirë që vota blihet. Dim dhe çmimin. Dhe kur vjen puna ne themi dienin ton, që është dieni e pakushtuar, që është dieni e provuar, e përjetuar, ne duhet themi që ta gjej SPAK-u, po e tha ai, është e vërtet. Unë e di të vërtetën dhe edhe ti e di të vërtetën dhe gjithë tjerët e dinë të vërtetën dhe ne duhet patjetër ta thot SPAK-u. Dhe këtu kjo varësi e së vërtetës domethënë më bën skeptik, sepse kam rastet e thash dosjeve 184 dhe 339, kam dhe rastet e parandalimit krimit zgjedhor. Sepse këto si kofini pas vjelit, domethënë nëse nuk ndikojnë rezultat, për çfarë? Se nëse nuk thot që këto zgjedhje nuk duhen çertifikuar. Tani ju edhe aksionin me palën italiane. Nëse ka një krim politik këtu. Nëse ka një krim politik, krimi politik ka sulmuar. Operacioni që u bë i fundit ura. Mos e Diona se është turp. A ishin mandatet, a ishin ata, a ishin 30 prill. A ishin mandatet 30 prill. A doli me faktin nga media. Po drejtësia ka arsyet e veta për të rrethanore për të mos vepruar. A kishte task force, a i vëzhgonte këto persona se mund bëshin krim mbi krim ato. Ato ishin të skeduar si kriminal, mund bëshin dhe vrasje. Po si mund t'i leshti ato 30 ditë domethënë, lëri se domethënë po e përdor disa herë. Lëri ato të lirë, bëjnë çfarë duan. Nuk ka rëndësi të kaloj situata zgjedhore, ata në kratë kandidatëve, ata kishin Alfred Ballën, atë mos gabojnë emër, Ballën, kishin dikët tjetër, e stimuluan, u lanë të lirë, si që e ka kjo, edhe ne s'duhet ta themi këtë, po pse ne nxorrëm faktin që flet arrestit ishin prej 30 prill dhe u veprua pas zgjedhjeve, pse nuk u parandalua nga task force? Këta njerëz janë me precedent dhe s'duhet angazhohen në fushat elektorale, se kanë tendencë që paratë e fituara nga trafiku të investojnë, të legalizojnë nëpërmjet ndarjes aksioneve në një pushtet politik. Se pastrohen paratë me pushtet politik. Hidhen të këtilla, pastrohen sepse marrin aksione në një pushtet politik nesërm. Dhe siç është marrë dhe siç është interpretuar pushteti politik në këto vite në bashkëpunim me ato, është kapur për gjatë këtyre viteve në 1 gram kokainë portin e Durrësit, ke dëgjuar gjë? Ke ndonjë lajm të tillë? Absolutisht zero. Sa tonelata janë transportuar sa duash nga gjithë pikat e daljes kufitare përfshirë dhe portin e Durrësit. Edhe çfarë? Edhe ju doni që Partia Demokratike mos e thot vërtetën, ketë komplekse, jo nuk kemi komplekse, a kemi shpresa, a duam, çfarë dua unë, se dëshira ime është dua shpresë, a dua unë që SPAK-u, do thënë të veproj, sigurisht që dua. Dua që patjetër se në momente caktuara ne kur ndeshemi me të vërtetën bëhemi pesimist, skeptik. Është e drejta jonë bëhemi sepse rendisim fakte, ne s'po flasim kot. Në hava, ne po flasim me fakte. Nëse SPAK-u thotë që këto zgjedhje janë vjedhur sepse në Elbasan ndodhi kjo gjë, sepse në Shkodër ndodhi kjo gjë, atëherë këtu sigurisht unë pretendoj që ai ka bërë detyrën për cilën është caktuar. Sepse kemi thënë që SPAK-u po të marrësh opinionistët më të mëdhenj që mbroshin do bëj drejtësi politike në Shqipëri, kanë thënë fillim. Do pastroj klasën politike. Klasa politike pastrohet nëpërmjet pastërtisë votës. Dhe nëse e bën atëre unë do i them atyre ju e parashikuat, por nëse nuk është duke e bërë dhe s'po e bën,
pse na thoni skeptik? Po mëse dum rezultat, sepse atë që dim ju, që dini ju dhe dim ne duam që ky institucion ta certifikoj, sepse ne dim që vota ishte 200 euro në Vadejes. Ne dim që në Puk ishte po kaq 200 euro. E dim që në Elbasan ishte 100 euro. Në Tiranë ishte 150. Mendoni se lista Mendoni se lista e re deputetëve për legjislaturën e re kuvendit që nis në shtator mund të pësojë ndryshime rrugës për shkak se shumë mund të kenë llogaritë hapura me drejtësinë. Shumë të tjerë mund të priten. Për shembull, SPA ka vepruar pas zgjedhjeve të 11 majit, qoftë për të kaluar dosjen për gjykim për Berishën, qoftë për Ilir Metën. Unë jam magjistar politik. Po them, je politikan, mund t'ja japësh një listë që mund bëj fira. Jo, unë jam politikan me fol për politik. Mira, më komento pak. Unë jap parashikime politike, jo parashikime kuriozitete politike. Dosje për 2 lider të opozitës kanë kaluar për gjykim, për Berishën dhe për Metën. Po Meta s'është në listën e Jo, po mirë pra, ai është kreu i Partisë Lirisë. Po, është mbyllur dhe ka përshëndetur. Dhe unë këtë parashikoj proceset politike tyre. Po përderisa janë procese politike, çfarë parashikimi? Janë proceset pastra politike, sepse ajo që ka dal nga dosjet pa mbështetura në ato fakte që bëjnë Xixa kur i thonë, që janë fakte që janë pakundërshtueshme, ndërkohë që nuk ka asnjë fakt pakundërshtueshëm. Aty madje janë fakte të deformuara, sepse nëse i referohesh dosjes Berishës, shndrimi i truallit ishte Edi Rama, është thirrur Edi Rama. Privatizimi ka nisur që në kohën e Partisë Socialiste, janë thirrur ata. Dhe Berisha pse u akuzua, pse ndryshoi ligjin që e kishte në program qeveritar, që e ka artikuluar ditën e parë kur ka shkelur në parlament, sepse e ka marrë unë si shembull. Do ndërhyjnë ligjin e pronave dhe në mënyrën e shpërblimit. Dhe në mënyrën e përdorimit letrave me vlerë dhe i ka bërë si vendime qeveritare dhe këto vendime pastaj ti interpretosh në formë përfitimesh, kjo pastaj në rregull. Po e mbyll me një pyetje. Këto ditë është përfolur shumë se ju do bëni një luftë pak me hile underground që ti merrni mandatin e dytë në Tiranë Partisë Mundësia, përkatësisht Erald Kaprit. Që t'ja jepni doktor Ali Mehmetit. Sa bukur ma bën këtë pyetje si thashë. Se nuk e ke lexuar këtë? Kafene, mëngjezi. Nuk e ke lexuar këtë lajm? Jo, mëngjezi. Për një tentativë të tillë të mundshme, ka reaguar dhe vetë Agronsheh. Tentativë, po jo e thatë si muhabet kafene, unë jam politikan dhe unë nuk jam fallxor. Rama është fallxor. Muhabetet më të rëndësishme në kafe bëhen. Po, edhe blerja votës. Jo, unë se dija këte, po tashi që ma theti mu si muhabetet e kafes për blerjen e votës. Po si ta kategorizojnë çmimet e blerjeve të votës në kafe. Se i ke dëgjuar në kafe se janë çmimet. Po se kur të ndodh me vërtet kjo ç'do thuash pastaj. Janë çmimet. Dhe një herë, këtu nuk ka thashë theme dhe nuk ka një target siç është mandati i zotit Sheaj, se nuk e ka thënë as PD-ja, as Ilir Ali Mehmeti dhe asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike. Po pra, po ju. Dhe Partia Demokratike keni ndërmarrë një aksion. Dhe një herë, nuk ka aksion. Ja, një minutë. Në vende të ndryshme edhe rinumrim. Ja, rregulloje. Dhe mund të kërkoni një rinumrim për Tiranën. Ja, rregulloje. Ja, po bëj ballafaqimin. Rregulloje, shumë e thjeshtë kjo. Pra, nëpërmjet rinumrimit them se jo me shkop magjik. Po ta lidh me mungesën e demokracisë dhe ekzistencën e demokracisë në dy forca politike. Rinumërimi është kërkuar dhe nga Xhemal Qefaliaj, ma kujtoj dole prapa ty. Po jo, po është kërkuar se rinumërim është ai. Jo, po them si kërkohet rinumërimi, se tipo e bën gabi, e kërkojnë kandidatët e rinumërimit. Dhe kërkesën e bën subjekti politik, s'mund ta bëj kandidati, nuk ka drejt ligjore. S'keni ndërmend ta bëni këtë kërkesë? Momentin që në PD del një kandidat dhe ka dëshirë që të ballafaqojë votën e tij, po më sepse në studion time para pak ditësh Ilir Ali Mehmeti ka kërkuar pamjet filmike, sepse pretendon që i kanë vjedhur disa vota. Shikon sa bukur u morën vesh. Që jo, erdhe tek pyetja ime që nuk ishte kafeneja. Po prit pra. Jo, kafeneja është ai që ju i keni një aksion që doni ti merrni mandatin. Jo më jo. Po kemi aksion thjesht për të kërkuar brenda nesh ka një kërkesë nga një kandidat dhe pse mos i plotësohet? Përndryshe nga PS që morën SMS-n dhe nuk i plotësohet, brenda Partisë Demokratike po ka drejt kërkoj, po më ka drejt. PD-ja do bëj kërkesën, po do bëj kërkesën, kaq e thjeshtë. Ata që ndjehen si viktima pastaj, edhe duan të bëjnë po në këtë vend është bërë gjithçka dhe mos u trego kaq politike që do të bëj deklarata. Je habitur sikur këtu ky akt i mundshëm që mund të ndodhë. Jo, këtu ja si gjë ti thesh ndesh me vota më.
Deri tani s'e marr fare me votën. Tani më thua që është bërë gjithçka. Nuk tha jo, të lutem. Po ti po më ke kupton. Ktu finish, domethënë tu përfundon dhe ne jemi solidar. E kam fjalën për tentativën për marrjen e mandatit të një partie të re. Dhe ne dim që partitë e mëdha nga këto hile edhe kanë tentuar ndër vite. Tu e thashë them se nuk ka tentativë një partie të madhe për të marrë. Mirë, pra ja do ta shohim si do shkojë kjo. Për të marrë mandatin e një partie që viktimizohet me dashje. Këtu Ilir. Po pse viktimizohet? Po edhe një herë, një minutë, mbaj logjikën të fortë edhe siç e parashtrove vet. Më thej që Ilir Ali Mehmeti ka kërkuar vet pamjet filmike. Është kërkesa e Ilirit më, e kuptoni apo jo? Kërkon që të jetë i saktë. Por historia na ka mësuar se çfarë ndodh në situata të tilla etj. Na ka mësuar që regjimet vendosen. Historia na ka mësuar që regjimet vendosen në formën që po ndjek Rama. Historia na ka mësuar që instalimi i frikës prish gjithë kohezionin social dhe politik. Historia na ka mësuar që një njerëz që merr mandate të shtuara në mandatin në votat të shtuara mandatin e 4 nuk i ka natyrale, i ka denatyrale, i ka të marra dhe kjo është historia dhe mësimet e historisë ne duhet t'i kemi në konsiderat kur flasim për gjëra kapitale, jo historitë e voglave të qosheve të Tiranës apo të qosheve të Shqipërisë. Këtu ka një kërkesë reale konkrete nga një kandidat dhe përfaqësohet nga subjekti i Partisë Demokratike. Zgjedhjet nuk i njihni, por ndërkohë me mandatet e dala prej tyre do të hyni në shtatorin kuvend. Kjo është një temë paradoksale. Mënyrën si e parashtrove ti mund duket ty parashtroje ti pra. Po mënyrën si ne nuk njohim qeverinë që del nga një rezultat zgjedhor dhe çështja e mandateve, e njohjes tyre, e të qenurit PD-s brenda një sistemi politik apo jashtë një sistemi, e zhvillimit të aksionit saj politik brenda një sistemi apo jashtë sistemi vendoset nga forumet e larta të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka kryesin, ka këshillin kombëtar, ata marrin vendimet kryesore dhe do jenë ata pa pikë dyshimi që do marrin vendimin real konkret për të ndarë paqartësitë shumë shqetësuese që sot ju i keni se kjo është më shqetësuese, ore çfarë do bë. Ore them unë nuk, domethënë unë prekem shumë e kam thënë. Ju e keni vëmendjen tek PD-ja. Ku ta kemi? Jo shumë mirë, jo, ajo që është është pranuar, pse? Jo Rama. Dy kampe ka këtu, jo Rama s'ka faj. Jo me Ramën mos merremi, s'ka, ai është në rregull. Më PD-ja është ajo është me armikja, ajo është. Pa i fitoj. Po ajo, ai fitoi. Po me humsin që të bëhet humsi fitues. Ai ka kurorat e dafinave më, ai bravo i qof. Humsi të shndërrohet të fitues, sepse i duhet vendit rotacioni dhe ti e di shumë mirë këtë, i shërben demokracisë rotacioni. Dhe gjujzimi para. Në këtë perspektivë dasha mirë se është kjo. Dhe ai gjujzimi para kurorës, ajo është. Po unë të kam ftuar ty. Propozitën do flas. Armiku i demokracisë është PD-ja më. Ajo më. Po ju po e thoni. Unë? Po ju më gjithë me PD merren, sa aty është thelbi, aty është do zgjidhet rebusi se kush është fituesi. Brenda PD se ajo e ka fajin. Ajo e ka fajin. Jo. Punohet për vota, media e votës. Ajo punon rotacion. Sistemi politik më se mirë PD-ja që ka kjo, domethënë, po këto më partitë e vogla. Tani mos a dile edhe ti që po skeç ti bësh si është ajo shpreha. Mediat, problemi mediat, se po merren me PD. Shoqëria më, kur them mediat, jo unë jam shumë i gjerë në koncept më. Tani, po dhe ka një gjë, po pse nuk unë jam dhe brenda teorisë që brenda mediave nuk ka media pro-qeveritare. Pse nuk e merr dasha mirësi? Nuk ka media pro-qeveritare, që nuk janë një përqindje shumë të madhe, pse mos themi të vërtetat ne? Pse nuk e merr dasha mirësi këtë? Faleminderit, unë duhet i them faleminderit mediave. Që po doja të alternativë për të kryer rotacionin. Po pse më një media që fton mua si ja them unë që je qeveritare? Pse unë kam frikë të vërtetën? Po më është e vërtetë. Po është e vërtetë, më pse duhet stepim ne mos u merrni me median? Po më merrem unë me median. Jo, po se ti po kritikon, apo është halli aty. Po unë merrem me median sepse është aksesori i Edi Ramës. Siç merrem me Spakun, pse më jep drejtën ti të merrem me Spakun unë? Edhe s'më jep drejtën të merrem me median. Media ka bërë një punë jashtëzakonisht negativiste në raport me mënyrën si e ka paraqitur performancën e një qeverie. Për gjatë. Jo më nuk po them, unë po them vërtetë, unë po them një të vërtetë. Unë nuk po them që humbëm nga media. Atëherë, thoni humbëm nga Rama, thoni humbëm nga Spaku, thoni humbëm nga media, po jo pra po konkludoj unë. Po e thua ti. Bazuar në atë që the ti. Më fal, po nga vetja humbët? Ja ta përkufizoj unë.
Rama sot. Po është absurde që nga të gjithë kumbët vetëm nga vetja fituat me dhe vete, kumbët. unë s'kam frikë ta them, ka median, ka sistemin e drejtësisë, ka policin, ka administratën, ka krimin organizuar. Më thuaj kës ka me vete nga këto dhe atëherë argumenti jot qëndroni imi bie. Thuaj kës ka me vete. Kës ka me vete. Pra i ka gjitha këto me vete. Dhe problemi kryesor është ky njeri që i ka kapur këto me vete. I ka kapur me interesa, pa interesa. I ka kapur në forma dhe mënyra antipolitike, kriminale dhe pak edhe me dashurin që ato mund të kenë për atë. Është normale këtu. Mund ta kenë një pjesë. Por gjitha këto, kjo është ajo që ka ndodhur. Dhe ne nuk po themi këtë që faji është i këtyre gjithsecilit, është i këtij personi që ka zhdukur çdo element të lirisë, fjalës lirë, të medias, të lirisë votës, të lirisë mendimit në Shqipëri që kërkon dhunoj një shoqëri të tërë, vetëm e vetëm të realizojë qëllimet e tij që vërtet i ka realizuar. Por nëse ne mbesim në këtë retorik, ai do vazhdojë dhe nesër mos u habit kur ndërmarr dhe hapa të tjerë. Nëse nuk reagojmë, nëse ne shuajmë të vërtetën, nëse ne stepimi edhe mos e thoni këtë se është ky, mos e thoni këtë për spakun se është spaku. Po më është e vërtetë, po unë vërtetën do e them. Unë atë që dyshoj që ka, mos e thuaj edhe këtë për media, pse më media, kush është lule mos prekësh? Ju po i vini gishtin të gjithëve përveç vetes. Ato që i kanë shërbyer më. Të gjithëve përveç vetes. Abondante në mënyrë shtruese. Domethënë ju jeni perfektë dhe gjithë këta komponentë janë fajtor të humbjes. Ata që i kanë shërbyer në mënyrë shtruese me interesa, me falsifikime të vërtetave, po më i kanë shërbyer. Çfarë nuk kemi parë? Çfarë nuk kemi dëgjuar për veten, për tjerët, pa vërteta absolute, në forma kriminale, duke u marrë dhe me fëmijët tanë, duke u marrë me gjithë elementet, dhe çfarë unë mos reagoj, Kështu është? Jo, kushtaj që të mos reagosh, të reagosh edhe ti luash fen. Dhe të luajnë fen, po bashkë, sepse është për një qëllim, nuk është për qëllimin tim. Nuk është për qëllimin tim personal, Luciano. Shumë bukur. Po pse se merr ti dhe këtë vëmendjen tek opozita me dashamirësi që të shndërrohet në alternativë rotacioni pra. Si duhet vendit. Jo Luciano, çfarë vërejtje ke për alternativën? Se e di kush është alternativa? Nuk kam unë vërejtje. Jo, se bëjnë rrafsh personal. E di kush është alternativa sot? Alternativa është programi. Alternativa është ekipi. Domethënë thuaj ti mu që pse s'e kemi ne alternativë me Jorida Tabakun siç e the vet, me Ilir Ali Mehmetin, me emra të tjerë që janë. Jo me emra të tjerë, sepse thua këto dy të parët, po se këto janë më të votuarit. Po më dakord pra. Ja, po them Oertin, po them Gjek Markajn, çdo tjetër të them. Do të them emra të tjerë. Emra që vërtet janë politikanë. Të gjithë, ë? Po, gjithmonë janë sipas profileve të tyre, një është për të marrë votën, një është artikulues i mirë, një është organizator i mirë, ka profile shumë. Ja, ky është ekipi për programin. Nuk ka aty figurat vjetra që duhet të spostohen. Test të thash kush është alternativa. Programi i Partisë Demokratike. Do flasë për figurat e vjetra nëse më lejohen. Programi i Partisë Demokratike, çfarë programi ishte? Zhvillimor ishte. Njerëzor, i cili kapte dhe prekte problemet kryesore, gjithë shtresat, kishte premtime reale konkrete brenda afateve të përcaktuara. Për gjitha ato kishim thënë që nëse nuk realizohen, ne largohemi brenda 100 ditëve nëse nuk bëhen. Gjëra, kjo është alternativa. Kë mendoni ju alternativë? Ekip edhe program, kjo është partia politike. Këto thashë themet e kafeneve, pastaj janë pjesë e mbushjes, kënaqësisë, surbjes së kafes mëngjesit. Nuk janë pjesë e politikë bërjes. Ne jemi tek politika. Në një parti ka breza, ka vazhdimsi. Vërtet ka një brez që ka autoritetin që e ka krijuar, e drejton, ka mbështetje për kraje, ka brez të mesëm që vazhdon bëj luftra politike, jo të gjithë janë, disa kanë ikur, disa për arsye objektive, subjektive, ka dhe brez të ri i cili performon, ka hapësirën e duhur, ndërton karrierën brenda Partisë Demokratike dhe është alternim. Nuk mund të heqësh ti një brez, sepse po të marr një rast që e kam dëgjuar në Shkodër dhe dua ta mbyllim. Për ta përmbledhur ta mbyllim se kemi të kaluar çdo limit kohë. Me shumë pozitivitet, dikush një drejtues hierark i klerit katolik në një bisedë për mënyrën si u ngrit kleri i Shqipëri pas rrëzimit të komunizmit, i thash që keni bërë një punë shumë të madhe, po besoj e keni pas shumë më të lehtë se kishit situatën pritse të mirë. Jo, tha, kemi pas shumë të vështirë, tha se na mungonte ky brezi i vjetër dhe brezi i ndërmjetëm. E kupton çdo të thotë brezi është përvojë që e përcjell pozitiven dhe një alternim brezash krijon mundësinë e një partie. Kjo pjesë që po diskutonim. Po jo pra, po jo pra, por vlen për realitetin. Pra një parti ka brezat e veta, sigurisht ka, do të thënë, ky konflikti i brezave është konflikti i përjetshëm i njerëzimit në çdo organizim, edhe në familje është, ku brezi i ri gjithmonë është më
avangard dhe jo vetëm çështje brezi. Kërkon gjithmonë të rrisë autoritetin e tij. Këtu duhen harmonizuar, është zotësia e liderit, është zotësia e strukturave të partisë që të realizojë një harmonizim shumë të mirë, se pa pushtet, lufta e brezave që po thua ti 10 vjet e është më e fortë tek PS-ja, po PS-ja nuk ka faj. Fajnë ka opozita. Futi të rinj ai dhe i la. Fajnë ka opozita. Jaketat e vjetra. Po më trit, morën 20.000 vota. Anonim. Do rikthehemi dhe janë, po jo. Atje janë yje dhe zbresin, janë kështu tip kometash, vinë këtu edhe. Ta mbyllim. Dhe wow, sa të shumë. Ne kemi kaluar kohën, do rikthehemi edhe një herë, unë dakord jam po. Kur duash një herë vit në rregull e kemi. Një herë vit. Po shikoj, po ndoshta bëhen zgjedhjet parakoshme dhe unë ju ftoj. Jo ndoshta, duhet ta kërkojmë që të bëhen zgjedhjet parakoshme sepse realiteti ka provuar që këto s'janë zgjedhje, janë vjedhje. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Pavarësisht pyetjeve, debatit, je di për çfarë e bëj, por të vlerësoj realisht. Në funksion të vërtetës. Faleminderit miq që na ndoqët, pa shoqëri kthehet sërish.